1 maj është dita e cila festohet në vendet perëndimore për shkak të faktit se ka arsye për të festuar. Është ditë demonstrate dhe feste në njëjtën kohë për shkak të faktit se kujtojmë arritjet e lëvizjeve sindikale dhe të punëtorëve përgjatë gjithë historisë dhe protestojmë për të arritur të drejta të reja. Sot në Shqipëri është e pamundur të festohet 1 maj, duke qenë se situata e punëtorëve është përfaqe zezë. E vetmja rrugë që ka mbetur është marrim rrugët e emigrimit ose të shfrytëzohemi në miniera, call centera, fabrika fasonerie apo të punojmë në të zezë. Sot nuk qëndroj përpara jush si kandidate për deputete, por si sindikaliste. Gjatë gjithë kësaj dekade jam angazhuar për drejtat në punë dhe edhe gjatë kësaj fushate një ndër prioritetet e mia dhe Lëvizjes Bashkë ka përqendruar punëtorët. Nuk do ndalem për të shpjeguar programin që Lëvizja Bashkë, si e vetmja parti që flet për punëtorët, jo vetëm program, por edhe publikisht, ka, sepse e di që do ta bëj kandidatët e tjerë më pas. Sot dua të bëj thirrje për të gjithë punëtorët e Shqipërisë për të bashkuar, për të organizuar në vendin e punës. Edhe nëse ne do të jemi në parlament, pas 12 majit, ne do jemi çdo ditë, ashtu si edhe para 11 majit, në dyert fabrikash, në dyert minierash për të organizuar sindikalisht dhe për të qenë krah punëtorëve. Forca e vërtet vjen nga organizimi në vendin e punës. Një shprehje vjetër me sindikalistëve thotë se nëse një gisht është i vetëm nuk mund bëj asgjë, ama 5 gishta bashk kur bashkohen mund bëjnë një grup shumë i fortë për të rezistuar dhe për të arritur më shumë të drejta. Sot punëtorët në Shqipëri nuk janë të organizuar sindikalisht, edhe ata pak që kanë qenë të organizuar në miniera, fasoneri apo call center janë përballur me shtypje në vendin e punës, me pushime nga puna. Kjo nuk kërkon vetëm ndryshime të ligjeve në kodin e punës, ashtu siç edhe ne propozojmë në programin e Lëvizjes Bashkë, por kërkon një mbështetje mbar popullore. Organizimi i vendin e punës në fakt është hapi i parë për të pasur vërtet demokraci në shoqëri. Lëvizjet sindikale në të shkuarën në fakt kanë qenë ato lëvizje të cilat garantuan dhe në Evropën perëndimore të drejtën e votës. Sot në Shqipëri, e drejta e votës është gati inekzistente për sa kohë që punëtorët nuk kanë asnjë parti e cila e ka përfaqësuar deri më sot. Është e rëndësishme të organizohemi demokratikisht në vendin e punës nga poshtë lart për të ushtruar presion dhe i cili flet në emrin tonë dhe në fakt nuk bën asgjë. Sot ne jetojmë në 2 Shqipëri. Një Shqipëri e cila është e oligarkëve, atyre të cilët shfrytëzojnë jo vetëm hapësirat tona publike, por edhe krahun e lirë të punës, edhe në anë tjetër është Shqipëria e shumicës së njerëzve të thjeshtë, të cilët mbahen me punën e tyre. Kjo nuk mund të vazhdoj më, përndryshe ne e shohim se sa e vështirë është për gjithë ne për të pasur familje, për të pasur një shtëpi pasi pagat e ulta, shfrytëzimi në punë, jo vetëm që është në atë 8 orarshin e punës, po na pamundson dhe jetesën tonë ator të mbetura. Sa prej punëtorëve në Shqipëri sot mund të përballojnë qeran, sa prej tyre mund të përballojnë të kenë një shtëpi, sa prej tyre mund të përballojnë kostot shëndetësore në rast se smure, sa prej tyre mund të përballojnë të jetojnë me dinjitet në Shqipëri. E deri në atë ditë, derisa ne të arrijmë ditët të cilat ne jetojmë vërtet me demokraci dhe me dinjitet, 1 maj do duhet të jetë një ditë rezistence dhe 1 maj duhet të jetojë për sa kohë do të ketë njerëz të cilët nuk e pranojnë padrejtësinë. Faleminderit.